Selim Bollati është fituese Big Brother VIP5 dhe për të folur mbi fituesen dhe mbi finalen, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mili. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit juve. Klevis, e meritonte Selim Bollati fitoren e Big Brother VIP5? Po pa diskutim edhe meritonte Guri, sepse ka qenë vërtet luftarake në këtë edicion, ka pas goxha konflikte në të shtëpi, kryefjala krevati i asaj shtëpie ka qenë tema më dinamike i krejt sezonit të këtij Big Brotheri. Domethënë nisi me një krevat, përfundoi me një krevat dhe njëri prej dy banorëve të krevatit ka dalë fituesi, po ashtu ka qenë kokë në kokë në fondin final të Big Brotherit. E kam merituar Selini Guri, sepse siç e kam theksuar plot herë në intervistat e mia, një 23 vjeçare, shumë e zgjuar, shumë e inteligjencë në përgjigjet e saj, shumë e përgatitur. Prandaj edhe i është dhënë ky favori edhe mund të ketë qenë kjo një arsye pse Selini është shpallur një fituese të këtij edicioni. Në të gjithë këto që unë s'kam qenë dakord Guri në këtë finale ka qenë që në podiumin e fundit ka qenë Mirja i cili ka qenë kokë më kokë me fituesin si vjet, edhe jo Mateo. Siç kam shpallur te intervista jonë para finales, unë kam shprehur mjaft bukur dhe qartë opinionin tim që ka pas për një prej fituesve të brenda, që për mua ka qenë Mateo Borri, por i cili, siç kemi parë, ka dalë është renditur i treti në finalin e Big Brotherit, gjë që ka ngritur shumë konflikte në përrjet. Gjithashtu të gjithë jemi pak stepur ti Guri, sepse na ka bërë çudi se si Mateo me aq support, me aq vota sa ne kemi parë që janë postuar, edhe një zhurmë e madhe që shkruaj për Mateon, Mateo deli i treti. Do ta lëkemi pikë pyetje edhe unë, a ka qenë vërtet me i votuar Mirja, apo thjesht e gjithë loja e stisur që ka qenë gjatë gjithë formatit dhe që është mbajtur, siç e theksova në fillim, ky krevati thjesht ka dashur që të çojnë krevatin kokë më kokë në finale edhe të përfundojë aty gjithçka. Dua t'i uroj Selinës urime për fitoren e saj, e ka merituar, hallalli apo zoti, ka qenë luftëtare, e guximshme si vajzë, kështu që pse jo Selim Bollati fituese e kësaj edicioni. Çfarë të bëri më shumë përshtypje nga finale Big Brother VIP dhe po themi, a ishte një finale që ja vlente për tu parë? Të them të drejtën, nuk më duk fare si finale, mua më duk si një prime i zakonshëm të shtunave. Përveç hapjes që ka pasur, një hapje spektakolare dhe quhet, gjithë ata banorë, gjithë ajo skenografia, to këngë, ata ish banorët me këngët e tyre, me atë show-n, ajo hapja me Florin, i cili nxori në shitje pothuajse shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Surprizat të shumë të dobëta, domethënë çdo gjë ka qenë shumë e dobët, duke se produksioni thjesht është munduar që ta kryejë me sukses këtë finale, ta mbyllën edhe t'i ikin në shtëpi. Nuk e di nëse ke vënë veshin Guri, por pas shpalljes të finalistit, as dritat e shtëpisë akoma nuk janë fikur, presim që t'i fikin motën në edicionin tjetër. Një mungesë ka qenë kjo, fikja e dritave që ne shohim pothuajse vit për vit në çdo fitues të edicionit që kryhet. Podi final, ajo skena dhe ajo shpallja e fituesit ka qenë pothuajse e dobët dhe diçka shumë e shpejtë që mu personalisht nuk më krijoi fare ankth dhe presion. Jo veç kjo, po një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje është edhe shpallja e finalistit të katërt, ku i cili ka qenë Rogerti dhe që i kanë ndarë banorët pothuajse në çdo dhomë secilin, edhe kjo ka ngritur dyshimet tek ne si publik, se pothuajse e gjitha kjo është krijuar që të mundohen që të shmangin konflikte ose debate të forta që mund të kishte Rogerti na përjashtimin e tij që deli katërti. Kjo u tregua dhe pasi Rogerti ka shkuar në studio me sjelljen e tij, me arrogancën dhe me përgjigjet e tij kundrejt Ledionit, ka qenë pothuajse shumë nevrike dhe shumë jashtë skylightit të Big Brotherit. Kështu që këto ka qenë disa momente që mund t'i komentojmë, por jo Guri, mua nuk më zhdukur fare si finale dhe nuk e priste që të shifja një finale kaq të dobët në Top Channel. Por reagimet pas finales, cilat kanë qenë?
Sa i përket reagimeve të publikut, dihen qartë, publiku është ndarë në dysh tani, është ndarë publiku i Mateos dhe publiku që mbështet Selinin. Disa e propozojnë për fitoren, disa nuk janë të kënaqur për rezultateve që janë shpallur natën e të shtunës. Publiku tashme bën një tifo të favorshme për Mateon dhe për Briteon, gjithashtu dhe për Briteon dhe për Mateon edhe për Brikenën, fal. Kanë ngritur plot debate, plot diskutime, unë zakonisht i hedh një sy edhe çfarë bëhet tek faqja e Big Brother, se çfarë bëhet po rreth nëpër TikTok dhe këto nuk është se i vëveshën shumë, po thjesht më pëlqen të shoh dhe pak mendimin e njerëzve, sepse Big Brother ja është i njerëzimit. Big Brother në bën ne si publik dhe nuk mund t'ja qymë që mund ta bëj vetëm produksion, sepse një Big Brother pa komentuesit e tij, pa ndjekësit e tij është pothuajse asnjë gjë. Edhe komentuesit këtë vit kanë ngelur shumë të zhgënjur nga komplet edicioni dhe jo vetëm prej finales dhe rezultatet e tij. Unë kam parë plot ish banor që kanë qenë në ata finale, të cilët e meritonin të ishin në finale atë natë dhe jo të quheshin ish banor të asaj shtëpie. Domethënë, si vjet, shtëpia e Big Brother ka humbur shumë banor të cilët nuk do duhet i kishte humbur aq shpejt, edhe nuk do duhet i kishte lejuar që ata të dorëzoheshin aq shpejt, sepse Kristi ishte një prej favorizimit atij të këtij edicioni. Gjithashtu edhe Stine, i cili na prezantoi një këngë me Ronaldo edhe në skenën e finales, ku ishte shumë këngë emocionuese, shumë e bukur. Mund të ishte gjithashtu edhe një finalist dhe një banor shumë i fortë aty brenda. Dalja e Ronaldos ka qenë një shok total për të gjithë ne, dhe ai eliminimi kundrejt Mateos. Domethënë, janë bërë disa gjëra këtë edicion të cilët nuk i falen produksionit edhe janë kanë qenë gabime shumë të mëdha, pothuajse edhe prandaj dhe kanë dashur me aq pak sa kanë pasur, me aq sa kanë mbijetuar aty, të kryejnë diçka dhe t'i vënë pikë dhe fundit këtij edicion, sepse për mua fatkeqësisht Guri ka qenë një dështim total e gjitha kjo, jo vetëm për produksionin, por në të gjitha palët. Ndërkohë, kemi pasur edhe reagimet e banorëve pas daljes nga Big Brother. Pra ka reaguar Selin, ka reaguar Miri, ka pasur një reagim Mateo, ka pasur një reagim edhe Rogerti. Po, patjetër. Rogerti ka pas ato reagimet e tij ato e përhershme, nuk na bën përshtypje fare, ka pas ato cënimet, ka hedh ato kunjat e tij e pritshme, nuk prisja që Rogerti të ishte pothuajse pak mirënjohës për produksionin të cilën e favorizoi kaq shumë në lojën e tij arrogante që ka pas aty brenda. Në krau tjetër, Mateo ka shprehur një falënderim shumë të bukur për publikun e gjerë të cilin e kanë votuar anë mban, po thjesht shumë i qetë, shumë i dashur, falënderues si gjithmonë. Gjithashtu kemi edhe Selinin, fituesen e edicionit, e cila ka shprehur falënderimet e saj për opinionistët, për Ledionin, për produktentët, për publikun, gjithandaj normale, shumë e lumtur. Gjithashtu ka theksuar në koment poshtë postimin e saj që çimi është im, nuk është ai çeku që ka mbajtur ty, por gjithë ai emocion dhe gjithë ato vota dhe falënderimet që ajo ka për publikun që e ka votuar për ta shpallur fituese të këtij edicioni. Kemi parë mjaft komente dhe mjaft zjarrvak poshtë postimit të saj, por ky është Big Brother, ka dhe pozitivitet dhe negativitet kudo. Kurse në krau tjetër kemi edhe Mirin Guri, i cili Miri me kunjat e tij, pothuajse edhe ajo video që un kam parë me Landin, të cilët e kanë gëdhier pothuajse pas natës finale të dy së bashku, kishte ato spondat të kojshijes së tij, ku prapë cënohet Selini pothuajse pak a shumë tek ato. Pra me mu më duken se dy adoleshencë të papjekur akoma, domethënë i ka zënë pak adoleshenca pak si vund të dy ata çunat, por gjithsesi unë uroj suksese qetë të katër finalistëve, për mua të tre, se i katërti nuk e llogaris fare, ti e di shumë mirë këtë gjë. Të tre finalistët top 3-shja e finales për mua ka qenë të suksesshëm edhe uroj të kenë sukses dhe të shohim sa më lart pse jo. Jam i kënaqur me rezultatin për Selinin. Unë isha pro Selinit, pro Mateos, kështu që jam okay me veten time. A besoni që çiftet Selin me Gimbon dhe Mateo me Brikenën do rezistojnë, po themi kohës pas daljes në Big Brother?
Besoj se Selin Gimbo mund të ketë, mund të vazhdoj lidhje e tyre, siç e pam pas postimit falënderues që Selini ka bërë edhe një postim në të cilën është me Gimbon dhe ka lënë pika një stay tuned që do të thotë që vazhdojmë, prisni. Domethënë do ketë një vazhdimësim sa i përket Gimbos edhe Selinit. Në pala tjetër kam parë dhe Birkenën e cila e ka komentuar dhe postin falënderues të Mateos, kështu që besoj se të këta dy do ketë një marrëdhënie akoma dhe më të gjatë. Domethënë Briteu do zgjasi dhe besoj do kemi dhe një dasëm mjaft të madhe të dy banorëve. Ka qenë vërtet një çift shumë interesant, ku ka falur shumë emocion, shumë pikpyetje, shumë dyshime, por ja ku janë përfundimisht bashkë dhe shpresoj që gjithë ato që ata i kanë premtuar njëri tjetrit të bëjnë realitet edhe pse jo me një ideal guri. Klevis, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi dhe shihemi në intervista të tjera. Guri, faleminderit tyja dhe është kënaqësia ime e madhe që e kam ndarë gjithë këtë edicion në intervista ndaj teje. Faleminderit dhe kënaqësi e përbashkët. Faleminderit gjithashtu edhe për ty.